dashuria për prindrit nuk ndahet. Nuk besoj që ka fëmijë në botë që mund ta ndajnë dashurinë për prindrit, por pak më lidhur kam qenë me mamin. Mbas edhe për shkak të problemeve të saj shëndetësore, pra ti ke pasur edhe një merak të vazhdueshëm për të. Po. Mami, me sa di, prej shumë vitesh ka kaluar një kalvar shëndetësor për shkak të problemeve të saj me frymëmarrjen. Edhe di që ka patur momente shumë të vështira, sidomos në fillim kur ti përballeshe me atë çka ajo përjetonte apo jo. Është vërtet. Më falni. Në moshën 10 vjeçare, mbaj mend një natë dimri, ishte shumë ftohtë, vëtëtima, shi, edhe mami një javë rresht kishte probleme me frymëmarrjen, por ne menduam është gripe dhe do kaloj. Por në fakt nuk kaloj. Një natë dimri, mami më kishte shumë vështirësi me frymëmarrjen, gati me zi mbushe me frymë. Ajo del jashtë në balkon për të marrë frymë që të mbushej, edhe unë e ndjek nga pas, nuk e lija kur vetëm, edhe duke para të se sa me vështirësi merrte frymë, mua mbjet fikat. Ishte hera e parë që e pe në atë gjendje? Po, ishte hera parë që pash në atë gjendje dhe hera parë që mua mbinte të fikte dhe humbja ndjenjat. Ka qenë një natë e tmerrshme, vetëm mbaj mend ambulancën që vjen tek shtëpia për ta marrë. Më pas shtrohet në spital, ndeni atje një muaj. Mua më mungonte shumë, na kishte marrë shumë malli. Sa vjeç ishe në këtë? Unë isha 10 vjeçe. 10 vjeçe. Po. E kuptoje ti çfarë ndodhte? Jo, unë kisha ato frikrat e mia si një fëmijë që nuk di absolutisht asgjë se përse ndodh kjo gjëja. Rija, dëgjoja, madje kur u kthye mami, ne bashkë me vllajën edhe motrën rinim aty të fshehur pas derës edhe i dëgjonim se çfarë ju kanë thënë doktorët. Mami im ishte azmatike në shkallë të lartë. Edhe në gjatë gjithë kohës mundoheshim të kuptonim nga të afërmit tanë se çfarë shqetëson, çfarë do thot azma, çfarë pasojash ka, sepse ne si fëmijë kishim... Nuk e kuptonin. Jo, nuk e kuptonim edhe ishim shumë të friksuar. Ama u rritët me këtë sëmundje, nëse mund të them kështu, sepse është diçka që ju ka shoqëruar ndër vite, ashtu si dhe mamin. Po, mua më dhimbset shumë, ilaçet shkoj unë jam blej, edhe nuk e di, më dridhen duart, sepse mami është shumë e re, është një gru shumë e bukur, edhe më dhimbset pse duhet të vuaj kaq shumë. Pse duhet vuaj kaq shumë, pse duhet jetë pjesë e kësaj vështirësie, sepse më beso vetëm ata që e kanë në shtëpi, një familjar të tillë që me zi mbushet me frymë, e kupton vërtet se çfarë do të thotë, sa e dhimbshme është. Besoj ju ka ndikuar të gjithëve ju si familje, po veçanërisht ty dhe motrës dhe vllajt. Mendon që jeni rritur para kohe për shkak të kësaj situate, ndonjëherë je ndier si prindi që ti si prindi që duhet kujdeset për të? Sigurisht që po, dua të tregoj edhe diçka, mbase as mami vet nuk e di, tani do e marr vesh kur ta dëgjoj intervistën time. Gjatë netëve që ajo kishte vështirësi, mua nuk më sinte gjumi, edhe i rria të këmbët, edhe sa herë që ajo nuk merrte frymë, nuk merrja asun për ta kuptuar, më falni, për ta kuptuar dhimbjen, se çfarë do të thotë të mos mbushesh dot me frymë një lloj si gjithë njerëzit e tjerë. Sigurisht që jemi rritur para kohe, gjithmonë edhe kur kam punuar, kur kam marrë vendimin për të punuar aq e vogël, ka qenë si një shenjë për t'ju treguar jo vetëm mamit, edhe babit, edhe familjes time që shikon ne ja dalim vetë. Ne do na keni përkrah gjithmonë edhe nuk do ju lëm vetëm në asnjë lloj vështirësie, dhe ne jemi gjithmonë aty për njëri tjetrin. Se vën dyshim, domethënë si një njeri që e ka përjetuar vetë në fëmijëri smundjen e prindit, e ndik të ndjesinë të rriturit para kohe, domethënë fakti që ti mendon që je ti tani që duhet t'i ndihmosh ata, të përkujdesesh për ta. Po gjithsesi ti vazhdon të jesh, edhe besoj do jesh deri në frymën e saj të fundit, e vogla e saj Dan.
A, kështu të tret mami Dan? Po, vetëm familja ime më tret Dana. Se kështu e nis mami letrën. Dhe kam përshtypjen kjo është hera e parë që ajo të shkruan një letër, siç na e tregon vetë këtu. Ne shiko, Eriona, ne duhemi shumë. Ne jemi gjithmonë aty për njëri tjetrin. Por ne nuk ja shprehim njëri tjetër dashurinë, domethënë edhe për ditëlindje nuk I kemi këto puthjet për qafimet, nuk di se si ta them. Ne jemi më shumë me vepra, por nuk kam dëgjuar nga familja ime nga këto letrat e gjata që të bëjnë për qarë. Okej, shpresoj dhe besoj do të të pëlqej kjo letër. Që nis me e vogla ime Dan. Sot u bë shkas se luan topi që unë si kur më parë të shkruaj një letër për ty. Erdhe në jetë pas motrës tënde dhe si në çdo familje patriarkale veriore ku dëshirojnë më shumë djem, ti linde vajzë. Edhe unë u bëra me 2 vajza si drita. Vetëm prej faktit që ti linde vajzë dhe jo djalë mërzit e fisin, edhe një pjesë të familjes, por sot je bërë krenaria e të gjithëve. Ti e vogla ime që më ndiqje këmba këmbës në çdo centimetër të shtëpisë dhe s'lije 2 gjëra bashk pa I përmbysur, ishe pikrisht ajo që jepte gjallëri çdo qosheje të shtëpisë. Çdo hap I yti është një dritë për mua, një dëshmi që sakrificat, netët pa gjumë dhe të gjitha vështirësitë që kemi kaluar sot kanë marrë kuptim. Ti që në çdo çast je gati të bësh gjithçka për të mbajtur lart moralin e familjes, harmoninë mes nesh. Krenohem për mënyrën se si të kam rritur, e ndershme, e fortë, me shpirt të pastër edhe plot dashuri. Ti ajo vajza që çdo nënë ndëron dhe unë jam e fat që të kam. Mos harro kur Dan se jeta do të ketë stuhitë e saj, por gjithmonë do të kesh një stre tek unë. Pavarësisht se sa rritesh apo sa larg mund të shkosh, do të jesh për herë ajo vajza e vogël si kukull që s'më lije as një sekond vetëm dhe që deri më sot vazhdon të më qëndrosh pranë për çdo gjë. Mos harro kur nga ke ardhur, por shkoj gjithmonë aty ku ëndron. Me dashurinë më të madhe të kësaj jete, mami jot. Mami për mua është më e bukur në botë, për mua është gruaja më e bukur në botë, është ai diamanti që shkëlqen gjithmonë, që pavarësisht sfidave, vështirësive, ndonjëherë që të hedhin edhe në baltë, ajo gjithmonë e ka gjetur forcën për të ndriçuar sërish, për të qenë e bukur dhe për mua është e pazëvendësueshme, është diamanti me shkëlqimin më të bukur në botë.